Çdo 16 prit dhe shumë qytetarë të Kosovës rikthehen në Kukës për të përkujtuar eksodin biblik të 99-s. Në një simbolik të veçantë, qindra qytetarë nga Kosova edhe në 26 vjetorin e eksodit 99 kanë kaluar kufijin Kosovë-Shqipëri për të mbritur në Kukës. Kryetari i Bashkisë Albert Halilaj dhe kryetari i OJQ-s Eksod 99 Mustafa Kryeziu thanë se përkujtimi çdo vit i Eksod 99 është shprehje e falënderimit për familjet kuksiane dhe shqiptarët që hapën dyert, ku gjetën mikpritjen, bujarinë dhe zemrën e hapur për ta. Për të nderuar të rënët gjatë luftës së UÇK-s dhe më kryesorja që ne si kuksion falenderojmë familjet kuksiane që hapën dyert për vëllezërit tanë kosovar për mikpritjen dhe për të përkujtuar gjithë vuajtjet, sakrificat që kanë bërë të shpërngullurit në lidhje me spastrimin etnik serb. Dhe falenderojmë Lumën, Hasin, Tropojen dhe gjithë Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët kudo që janë që u bashkuan në momentet më të duhura të kombit. Hapja e ekspozitës prej 90 fotografive dëshmi e gjenocidit serb nga lufta e viteve 1998-1999 në Kosovë dhe koncerti festiv në qendër të qytetit ishin disa nga aktivitetet që ju kushtuan përkujtimit të 26 vjetorit Eksod 99.